Арсим Далипи од НАИ и независниот Менди Ќура повторно ќе се соочат во вториот круг од локалните избори за општина Струга. Повиците за повлекување од трката Далипи го смета за ниска пропаганда од противникот. Воедно вели дека тоа било предизвик, а не ветување, кој според него Ќура не го прифатил. Ne vazhdojmë fuqishëm garën për raundin e dytë, edhe me më shumë energji, edhe me më shumë përkushtim. Ata që po tregojnë dita ditës frikën e humbjes që i pret dhe dëshpërimisht bëjnë propaganda të ulta se gjoja unë do të tërhiqem nga gara, në ndërkohë që kundër kandidati im pasi pati frikë ta pranoj sfidën për të cilën kishte afat ta pranoj deri në heshtjen zgjedhore dhe fuqishëm e ritheksoi, ajo ishte sfidë dhe jo premtim për të tërhequr nga gara, por ai nuk e pranoi sfidën dhe tani përpiqet ta manipuloj masën. Од друга страна, Менди Ќура смета дека 5000 преостанати гласови во Струга ќе одат во негова корист. Në Strugë kanë mbetë të lira vota 5700 të lira, të cilët besoj 700 janë të levicës, që jam i sigur që do të kalojnë te Aki ose kundër kandidati im, të cilët kanë veçmarrëveshje, kurse 5000 vota tjera të lira, të cilët do të synojë edhe kundër kandidati im, edhe unë, shpresoj që pjesa dërmuese do të kalojnë në anën time. Двајцата кандидати за градоначалник на Струга одат во втор круг со разлика од само 215 гласа. Арсим Далипи освои 9719 гласа, а Менди Ќура 9934 гласа.